shtypet thotë në shtypën e s'del. Ja mos më ka mirë, pse e ka mirë? Prova 1-2. Zamir.
Mund të fillojmë? Jo, po presim Zamirin. Respektojmë opozitën. Kastile e bëndë. Atëhere, mirë ditë të gjithëve, mirë se erdhët në mbledhjen e radhës së muajit janar, po njëkohësisht dhe mbledhja e parë për vitin 2026, në të cilin gjej rastin t'ju uroj të gjithëve një bashkëpunim sa më të frutshëm në interes të vendimarrjes, që do të thotë në interes të qytetarëve. Para se të fillojmë, do kisha, me që jemi më të qetë, do të kisha një sugjerim ose një propozim që e diskutuar me kryesin bashkë me Zamirin dhe me Jetën, lidhur mbi çka nga ngarkon ligji për vetë qeverisë vendore, për sa i përket përmirësimit dhe rregullimit të rregullores të funksionimit të Këshillit Bashkiak. Kjo është një rregullore që është përgatitur dhe funksionon sot e disa vjet, por ka ardhur një moment që ne shpeshherë kemi diskutuar që ka vend për të rregulluar dhe për të përmirësuar disa gjëra. Pra unë do të kërkoja grupit të komisionit i cili merret me problemet dhe çështjet e ligjeve, ku përbëhet nga zonja Luiza, Andi Shtylla, Malinda Kaçuli, Arbe Fetau, Eva Bica, Erion Morataj. Gjithashtu ka qenë edhe Blendi, i cili është zëvendësuar me antarën e Këshillit, por unë do ta sugjeroja nëse grupi përkatës do të kishte një jurist, do ishte mirë që të ishte në këtë komision. Pra ky komision mendoj që mëna datës 20 duhet të jetë mbledhur dhe të sugjerojë disa gjëra lidhur me rregullimin dhe përmirësimin e rregullorës. Kjo nuk do të thotë që ose më mirë me alen detyrë të gjithëve anëtarëve të Këshillit, të cilët e shohin të arsyeshme dhe të nevojshme për të përmirësuar në një nen ose në një pjesë, në një fragment të rregullorës, le ta sjellim me shkrim pranë sekretariatit të Këshillit brenda datës 15, që në fund të gjitha këto të përkthehen në përmirësimin e rregullorës. Ne si kryesi marrim përsipër që juristët e bashkisë bashkë me bashkitë e forta do ta kenin asistencën përkatëse në çdo moment. Pra kjo është një detyrë që unë po them që duhet vlerësuar dhe duhet përmirësohet me detyrimisht. Gjithashtu kishte edhe një sugjerim, Kishte edhe një sugjerim lidhur me procedurën që ne ndjekim për sa i përket mbledhjes, pasi relatohet nga përfaqësuesi i bashkisë apo dhe kryetari i komisionit përkatës, ne ju japim fjalën grupeve përkatëse, sipas radhës. Po kjo nuk do të thotë, sepse marr shkas nga propozimi i Altinit që isha ditë që duhet të flasim edhe ne, ose kjo nuk do të thotë që detyrimisht kryetari i grupit do të flasë, por një nga grupi përkatës mund të flasë dhe kjo mund mbyllet në mënyrë edhe më racionale, edhe më shpejt, edhe më duke mos lënë hapësirë që diskutojmë të njëjta gjëra, edhe duke shtyrë kohë pa vend. Po, zoja Luiza, që kishe? Lidhur me kërkesën për ndryshimin e rregullorës, patjetër Komisioni i Ligjeve dhe Rregullorës shpreh gatishmërinë që të ketë ndryshime, të rishikohet, por kërkojmë që secili nga anëtarët e Këshillit Bashkiak, por edhe grupet e këshilltarëve, në rast se kanë ndonjë pretendim, ndonjë kërkesë, ndonjë sugjerim, ta depozitojnë atë pranë sekretariatit të Këshillit, i cili na e vërë në dispozicion, njëkohësisht të gjitha këto projekt propozime dhe ndryshime do të konsultohen edhe me ekspertin e bashkive të forta, sepse bashkitë e forta do të theksojmë që kanë qenë gjatë gjithë kohës bashkëudhëtarët të shqyrtimit dhe propozimeve për projekt rregulloren që ne kemi aktualisht rregullore. Kështu që do të kërkoja patjetër bashkëpunimin edhe të anëtarëve të tjerë të Këshillit Bashkiak. Faleminderit. Vetëm vlerësojeni, sepse kemi diskutuar gati një vit edhe nuk kemi marrë asnjë hap konkret. Atëherë gjithashtu në mbledhje është i pranishëm nën kryetari zoti Asim,
bashkë me drejtues përkatës sipas çështjeve që ka në rënd ditës. Filloj me apelin. Ermira Rupi, Bukuror Stafa, Imelda Sedini, Hektor Çiftja, Jana Zeqiri, Altin Gjordumi, Eva Bica, Lutfi Lala, Luiza Popja, Fatmir Vodollari, Kejsi Cakani, Ilirian Sadiku, Angela Ziu, Daniela Sula, Arbri Feta, Eligerta Drizari, Jemin Tata, Esmeralda Malosi, Shefqet Bullari, Lediana Pisha, Afrim Qosja, Briseida Gjoza, Arber Haxhiu, Enerieta Ferra, Shpëtim Lapushi, Zana Rapa, Recep Kaçuli, Areta Kumria, Ejona Jauri, Andi Shtylla, Doris Madhi, Ergys Muzhaqi, Mimoza Trimi, Dritan Çepa, Valbona Balliu, Artan Kana, Amarda Murati, Armonela Marku, Eugeni Saj, Aurora Domni, Naim Meta, Melinda Kaçuli, Zamir Muzhaqi, Bianca Çopja, Altin Meçja, Ymer Balliu, Erjon Murataj, Erestina Shushku, Indrit Abdiaj dhe Lumturi Hasa. Gjithë neve do të votohet me mënyrë elektronike, po duke qenë që minut pas minuti shtohet në antarët e Këshillit, do ishte mirë që për ne po lexohet. Atëherë hapet votimi. Pse nuk e kapet para, ne? Bismillah se ishte. Atëherë hapet përendjen e ditës. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 36 pro, abstenim 0 kundër 0. Kalojmë ke pika 2, miratimi i përgjithësbalit muajit dhjetor. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 35, abstenim 0 kundër 0. Pika 3, mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë për muajin dhjetor 2025. 3.1, mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtizuar për muajin dhjetor 2025. Po të lutem tash po si ka vajtë elektronika ose të Përshëndetje. Përsa i përket ndihmës ekonomike, mendoj që nuk ka ndonjë problem për diskutu. Bashkë me këtë dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë edhe nga Fondi i Kushtizuar, kemi edhe 2 pika tjerë, 4 dhe 5, për miratimin e kriterëve. Këto kanë rëndësinë e tyre sepse një pjesë nuk na i kalon, ka raste që nuk kalon sistemi elektronik. Këto kanë rëndësinë e vet që të bëhen qarta njerëzve, me fjalë për këto, për të plotësuar formularin e pikëzimit. Kështu që unë them t'i kalojmë 3-shin 3-1, 4-5. Do kishe nevojë në një sqarim? Ka një pyetje një? Okej. Pika 3, hapet votimi. Mbyllet votimi.
36 pro, abstenim 1. Kundra 0. 3-1, mbi ndihmës ekonomike nga fondi i kushzuar për muajin dhjetor 2025. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 33 pro, abstenim 1, kundra 0. Kalon. Pika 4. Përmiratimin e kritereve të dhënës ndihmës ekonomike nga fondi i bashkisë. Hapet votimi. Mbyllet votimi. (32 pro, abstenim 4, kundër 0. Kalojmë tek pika 5, përmiratimin e kritereve të dhënës ndihmës ekonomike nga fondi e thamë këtë? Pika 5, fal. Nga fondi kushtuar për blok ndihma ekonomike. Atëherë hapet votimi. Lutem. Marrë nga një shqetësim i banorëve të Elbasanit, nuk e di nëse përkon me këtë pikë apo jo, por kam detyrë ta transmetoj si shqetësim. Është familjar me 3 fëmijë, pa levetme prindërore, pa punë, pa ndihmë, dhe i kishin hequr ndihmën ekonomike dhe thanë bashkim thanë që është bërë gabim elektronik. Sigurisht që unë nuk po e ngrej si shqetësim zyrtar, përndryshe ka bërë me shkrim, edhe du që drejtoria përkatëse ta konsultoj me mua emrin privatisht edhe t'i japin mundësisht zgjidhje, pastaj rastet e përgjithshme, pastaj të tjera të merren ashtu. Ishte rasti çik i çuditshëm, thon drejtën, edhe du që ju lutem kush që e mbulon nga juve ta trajtojmë. Faleminderit. Më takot lutem. Po, faleminderit juve. Sigurisht, siç e propozohet edhe vetë, mund të takosh me drejtoreshën dhe... Po. Atëre, hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 31, abstenim 3, kundra 0. Kalojmë tek pika 6. Mbidhenja në përdorim pa kundër shpërblim të ambientit në emërtim ish godina e partive politike, kati 3, zonë kadastrale 85-24, organizatës veteranëve dhe pasardhësve të luftës antifashiste nacional shqiptare nga Bashkia Elbasan. Kjo u diskutuar dhe në mbledhjen e parë dhe s'besoj që do ketë nevojë për diskutuar. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 29 pro, abstenim 1, kundra 7. Kalon. Jo. Kalon. Si? Jo. Jo, dakord. Ka një përmirësim tek ligji. Si? Jo. Kemi tek ligji thashë 139. Germa E1. Funksionimi, jo, po të lexoj vendimin. Po për ne para jemi të dy këtu, nëse s'marrim, ne të dy e bëjmë gjë. Valtin, e para herë nuk ka vend për të zgjerrur asnjë gjë për gjë. Po unë po them kalon sepse me vendimin e qeverisë ose me fokus. Po çfarë po të them tash? Ke eja është miratimi i tjetërsimi i pronave të treta, kërkon 31 vota. Pra, miratimi dhe tjetërsimi i pronave kërkon këtë. E1, miratimi edhe dhënia në përdorim, në pronësi të tretave ose dhënia për zhvillim pronësie kërkon 26. Pra është ndar, po duhet të shkalo, pa kjo ishte
Ky dhe sot thot ta lexoj prapë ai tjetri thot. Pikërisht, po ne pra them që të jeni qartë, që edhe të sigurt që kjo punë është me 26 vota rasti konkret. Okej? Kalojmë ke pika tjetër? Pika 7. Mbledhjen me qera, rinovim kontratë të ambientit dhomë farmaci, në njësi Mbrajtashesh nga Bashkia Elbasan. E kemi bërë? Është rinovim, po? Kisha diçka në lidhje me këto dhënjet në qera dhe në përdorim. Qëllimisht e kalova fjalën time në këtë mbledhje dhe jo mbledhjen e kalume, se shqetësimi në fakt nisi nga mbledhja e kalume që u miratu në ato bar kafe, ke pallati sportit dhe ke këto diçka të tilla, edhe ca të tjera. Po që të kuptohet që nuk kam personale me njerëzit, po e kam parimore, ndesha të them që në fakt ne duhet kemi edhe mekanizëm kontrolli jo vetëm ekonomik të këtyre gjëave, sepse me farë mënyrë janë asetet e qytetit. Konkretisht, këto kafet që janë ke pallati sportit, sidomos në mënyrë të veçantë, kanë edhe funksion përfaqësues. Pra ty edhe sportdarësit tanë shkojnë, edhe udhëtarët tanë shkojnë, edhe vizitorët që vinë nga jashtë shkojnë, kanë vite dhe vite dhe vite që jepen me qera ato aty, dhe shumë mirë që jepen, se do bashkia as i investim, as i zbukurim, as i lyrje të paktën që ti shohin qytetarët që ka lloj gjajnë mes qytetit, të kupton se është sport, është kulturë, është traditë e qytetit tonë, e para. E dyta kam pas edhe incident pakëndshëm aty, 1 apo 2 herë, një lloj arrogancë të pashpjegueshme, dikush nga ato prapë nuk e kanë personale, por duhet të kontrollohet në bashkia, i futi të zaptuar me parkimit publik aty dhe çon edhe kamarierin me britma që mos parko këtu, mos parko aty në parkim publik. Domethënë, mirë që pa marrin me qera po të njëjtët njerëz tradicionalisht, edhe thash nuk e kam hallin sepse më marrin. Dikush do e marrë, mirë le ta marrin këtu. Mirë që paguajnë një gjë që për mendimin tim duhet të jenë tarifa më të bollshme për përfitimin e bashkisë. Të paktën t'i kthejnë gjërat i vjen bus janë mes qytetit. Një pjesë, ka të tjerë që janë çik më bodrum ke thënë ti këtu. S'ka problem, po në mes qytetit, kave, vinë sportdarës, vinë vizitorë, në rrethet e tjera, në qytetet e tjera. Edhe trim për herë shumë, më mendoj që sektori përkatës i bashkisë duhet të shtojë lloj presioni tash. Nuk mund t'i lëmë vetëm kaq. Merr aty për 2 çika lekësh ne. Kemi shok, kemi mik, kemi qytetin shok e mik. Është investim që bëhet për qytetin. Zbukurim që bëhet për qytetin dhe ata arrogancën po e shtrojnë Këshill Bashkia, ka dhe lloj arrogancë në drejtim të zaptimit parkimeve publike, aty me lloj kanaçesh, me lloj gjanash edhe me të fortë mos parko këtu. Përveç vizave të verdha që i kanë paguar, se ka një 2-3 hapësira që janë me viza të verdha të paguame, përveç këtyre dhe 2-3 shtesë. Edhe kjo është shqetësim që duhet ta ngrihen në Këshillin Bashkiak edhe sektori përkatës në bashki duhet ta ketë parasysh. Për mua është një shqetësim i drejtë dhe unë bashkohem me juve. Kjo është një sugjerim për ta pasur parasysh zotin nënkryetar me strukturë përkatëse. Ato kanë gjerë që kur janë në zonë me qera? Kishe gjë? E njëjta gjë. Okej, faleminderit. Çështja që u ngrit është çështja e drejtë. Nëse rezulton kështu do ta verifikojnë nëpërmjet policisë bashkiake. Edhe do të sistemohet shumë shpejt situata. Do të vendoset në kontroll. Faleminderit për ngritjen e çështjeve të drejta. Sigurisht që janë në dobi të komunitetit. Dhe do të shtojmë shumë shpejt për zgjidhje. Faleminderit. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 35, abstenim 1, kundra 0. Kalon dhe pika 8. Pika 7. Po 7. Vazhdojmë me pikën 8. Mbi miratimin në parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurisë pronë private për realizimin e projektit me interes publik, ndërtimi i rrugës Rotonda e Varrezëve, intersektimi i rrugës Nos Josif,
ndodhen në zonën kadastrale 85-22 dhe 85-27 nga Bashkia Elbasan dhe burimet financiare të këtij shpërndësimi. Sigurisht që ka nevojë për shpjegim? Po. Përfaqësuesi i bashkisë? Përshëndetje. Atëherë referuar titullit projektit që u citua më parë nga kryetari i Këshillit Bashkiak, bëhet fjalë për rrugën lidhëse nga rotonda e Barrezave deri në intersektimin me rrugën Nos Josifi, që është në zonën e lagjes Emin Matraxhiu. Është një rrugë me një rëndësi të veçantë dhe duhet një investim imediat, pasi gjithë zona ka vetëm një mundësi komunikimi nëpërmjet të rrugës së Krastës. Pra, vetëm e dalja është në pjesën tek zona e Krastës. Rrethi lidhet me rrugën e vjetër që është tek zona e banuar. Është një rrugë e cila ka parametrat urban sipas planit të përgjithshëm vendor, me të gjitha shtresat e saj. Janë parashikuar trotuare në të dy anët, kursi bicikletash, gjelbrimi dhe ndriçimi bashkë me kanalizimet përkatëse, infrastrukturën nëntoksore përkatëse. Është kërkesë e kahershme dhe nga vetë komuniteti, i cili ka një problematik. Më parë ato komunikonin nëpërmjet rrugës Nos Josifi me intersektimin me Unazën Çerçis Topulli, me një nënkalim i cili ka qenë problematik shpeshherë me aksidente të vazhdueshme, qoftë me jetë njerëzish, qoftë me makina. Me këtë arrim të japim një zgjidhje komode të gjithë zonës, duke krijuar edhe një unaz për gjithë lagjen Emin Matraxhiu. Kështu që pyetje? Kisha një pyetje për zotërinë që se marr shkas edhe nga ajo që ndodhi takimi në terren atje, që pak a shumë e dim se si është situata dhe ishte edhe kërkesë e banorëve kjo rrugë. Dhe ato ishin dakord që kjo rrugë të kalonte. Projektin ata nuk e dim, po në parim ishin dakord. Por ato kishin një problem me edhe mbylljen e nënkalimit për t'i aksesuar atje. Dhe me fjalë të kjo rrugë që do dali, me fjalë ai aksesim do të rivihet në punë apo do të jetë thjesht do të lidhet me këtë rrugën këtu dhe do të japi akses vetëm këtyre banorëve që banojnë këtu dhe normalisht atij fluksi që do të vijë nga qyteti. Por duke qenë se nënkalimi këtu është i mbyllur, gjithë fluksi do të shkojë drejt Krastës dhe pastaj do devijojë në drejtim Majtas për të dalë në Unaz. Dhe kërkesa e qytetarëve është që edhe ajo nënkalimi poshtë urës të shikohet nëse ka diçka në dorë bashkia, duke respektuar normalisht edhe elementet e sigurisë rrugore, sepse ajo është një njollë zezë në qytetin e Elbasanit që aty fatkeqësisht kanë humbur shumë qytetarë jetën. Plus dhe kisha diçka tjetër për të shtuar ky projekt, se parimisht unë jam dakord që të bëhet, se ishte edhe kërkesë e banorëve, nuk duhet që të jem kundër dëshirës së banorëve, po të keni parasysh se këtu shumë afër keni edhe një rrugë tjetër e cila është përgjatë shinave të trenit, dhe nëse kur të bëni këtë projektin, të bëni edhe një dalje që të lidhet dhe kjo rrugë anësore që të aksesohet edhe nga krahu tjetër. Që të ketë dy, se shumë pak me fjalë me u lidh, nëse do shihni të arsyeshme në projektin që do të bëni. Plus që shikojeni se nga pamjet duket që ka disa objekte që duan shpronësuar aty, nëse janë banesa apo janë thjesht nuk e di, me fjalë kasolle, siç e quajnë rëndom qytetarët apo vend për kafshët, nuk e di se çfarë janë. Por nga lart duken si çati shtëpie. Dhe tjetra është që për atë çështjen që e diskutuam dhe për çështjen e Varrezave, po e ngreme që është e përafërt te kjo pikë. Sot ka ardhur koha që ne si qytet të fillojmë të mendojmë që çfarë do të bëjmë me ata të cilët ndërrojnë jetë prej të afërmeve tanë, sepse siç e dim, vendi ku ata prehen dita ditës nga masiviteti fatkeqësisht i humbjes jetës së qytetarëve, por dhe nga shtimi i popullsisë.
dhe jo vetëm, por dhe nga shumë, si që argumentojnë shumë ekspert të shëndetit publik, prej stresit apo prej ndotjes, fatkeqësisht ka shumë humbje jete dhe pronat atje ku është parashikuar për të qenë varrezat, për të prerur qytetarët tanë, po ezaurohet me shpejtësi. Dhe nuk e di se sa prona ka akoma në dispozicion bashkia dhe sa mundësi ka bashkia që të zgjerohet, plus që marrë shkas dhe nga ankesa banorëve që ishte i problemi që do të diskutojmë në mbledhjen e ardhshme, dhe ne si këshill t'i hapim rrugën një diskutimi në mbledhjen e ardhshme për zhvendosjen ose për zgjerimin në mënyrë të drejtë dhe proporcionale dhe jo kundër interesave të qytetarëve. Vazhdoj me këtë para dhe e mbyllim. Me që integrova, me që mos e merrja prapë. Referuar kërkesave të bëra në lidhje me, po e marr nga fundi, me nënkalimin që cili ndodhet në Belerbe poshtë linjës së korridore. Ai nënkalim nuk është është cilësuar në kundërshtim me gjithë rregulloren e transportit, pasi Unaza Çerçistopulli është fondi i ARSH-s, është bërë një kërkesë nga institucioni i ARSH-s për të dorëzuar Bashkisë Elbasanit, e cila ende ne nuk e kemi marrë në dorëzim, kur kemi dërguar me një shkresë për përmirësimin e situatës asfaltike të Unazës, e cila tashmë ka psuar një amortizim për shumë vites në cilësinë e një aksi nacional, dhe me bërjen e rrugës së re nuk do të jetë aksesueshme, pasi është burim aksidentesh dhe konfliktesh, qoftë për komsorët, qoftë për automjetet. Prandaj dhe ne po nxitojmë me një projekt të tillë për t'i dhënë një mënyrë aksesi sa më të sigurt, sa më komod të gjithë komunitetit të asaj zone. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 38 pro, abstenim 0, kundër 0. Kalon dhe pika 8. Po. Du të ngrej një shqetësim, mbledhjen e fundit të nëntorit, Këshillit Bashkiak, unë i kam bërë një kërkesë kryetarit bashkisë, i cili ishte prezent për sa i përket të gjendjes së rrugëve në qytetin e Elbasanit, duke i referu kontraktorit të shoqërisë ujësiellës kanalizimeve. Më është deklaruar nga kryetari në përgjegjësi personale që brenda dhjetorit kontrata përfundonte dhe rrugët do ishin rehabilituar. Po t'i referohem me realitetit sot, situata është bërë akoma më kaotike, akoma më turpshme dhe ndikon të cilësia jetës së gjithë secilit nga ne. Faktikisht unë doja përgjigje nga kryetari, po me që është nën kryetari, mund të më përgjigjet, po minimalisht Bashkia e Elbasanit duhet jetë e përgjegjshme sepse është pronare e rrugëve të qytetit dhe aseteve. Dhe në vazhdën e kësaj është një kërkesë nga anëtarët e Këshillit me përfaqësues zotin Ergys, ka ardhur me shkrim, është quar UKS, çast ndërmarrjes, ka ardhur përgjigje që ne do të vim edhe do të mblidhemi gjithë bashkërisht për të bërë një dëgjesë enkas vetëm për këtë çështje. Pra, kjo do ndodhi më datës së 10 shkurt. Kryetar, duke shty një muaj, shty 2, shty 3, jashtë kontratës, pasojat i vuajnë qytetarët e Elbasanit. Dhe mund duket mungesë serioziteti nga ana bashkisë, e cila është, e ritheksoj, pronare e aseteve publike në bashki, që mos kishte marrë masa deri sot. Në një moment që subjektit i ka mbaruar kontrata, çka është më rëndësishmja, dhe subjektin nuk do t'i asfaltoj ato kur të ketë dëshirë. Dhe e dyta, unë pres përgjigje nga zoti Jasim të zhvilluar përgjigjen për këtë problem, dhe shqetësimi i dytë që doja të ngria, që janë gjithë mundësitë e bashkisë, ka të bëjë me kryqëzimin e Cerrikut. Është bërë një tmerr dhe tur për qytetin e Elbasanit. Semaforët janë vënë, të bëni një studim se me shumë pak shpenzime të rehabilitohet ajo lloj nyje, sepse ditët e fundjavave ka një fluks, është dhe rrugë nacionale, qoftë dhe në bashkëredim me drejtorinë me ARSH-n, me drejtorinë e përgjithshme të rrugëve, janë gjëra shumë të vogla, po që ndikojnë te cilësia e jetës së qytetarëve. Faleminderit.
Ke para ndërhyra sepse thash duke pas një informacion, duhet të kërkoj edhe këshilltarëve që do të keni një njoftim brenda datës 10 për një interpelancë që cila do të bëhet dhe për një çështje tjetër, por bashkë dhe me ujësillës kanalizimin. Edhe përgjigja nga këto me shkrim dhe me vul vjen për arsye objektive të pa përgatitura, ne jemi gati mbas datës 2. Që do të thotë, brenda datës 10, pra do të mlidhemi enkas vetëm për 2 çështje, jo mbledhje për diskutuar gjëra të tjera. Pra që të japim një rëndësi më shumë se sa Kryetar, jam kaq. dakord, po vazhdojnë Për të hapen parën. gropa dhe sot. Për të parën Çdo kas. ditë, në çdo rrugicë të Elbasanit, cep në cep hapen gropa. Nuk është se ato janë proces rehabilitimi të Vazhdojmë. gropave aktuale. Gjoje përgjigjet nga nën kryetari. Okej, faleminderit për ngritjen e shqetësimit. Sigurisht është shqetësim i drejtë dhe i përket të gjithë qytetarëve të Elbasanit, na përket ne të gjithëve. Është një proces që ne kemi ndjek me vëmendje, edhe sigurisht kemi çuar shumë shkresa për marrje masash. Të gjithë duam që ky proces të mbyllet, por sigurisht që për arsye teknike rihapet sepse do të thotë që ka problem teknik dhe nuk mund ta lëj kompania një problem që lind të mos ta rihapi dhe ta lëj ashtu. Pra ka ndalë probleme gjatë procesit testimit. Gjithsesi, siç e theksoi dhe kryetari i Këshillit, do jetë një dëgjes apo stafat për këtë çështje që do sqarohen të gjitha aspektet. Duhet jemi të duruar, është sigurisht që është në të mirë të komunitetit, është drejt procesit të mbylljes edhe kjo kontratë. Faleminderit. Nant, mbidhjen e miqëra rinovim kontrate ambient Bodrum, lagja Kongresi Elbasan, nga Bashkia Elbasan. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 35 pro, abstenim 0, kundër 0. Kalojmë tek pika 10. Mbidhjen e përdorim rinovim kontratet të ambientit ish mensa e konviktit të shkollës muzikës Onufri nga Bashkia Elbasan. Në komision e kemi shpjeguar atje. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 36 pro, abstenim 2, kundër 0. Pika 11. Mbi miratimin e tarifës së shitjes së drurave zjarrit për nevojat e banorëve të Bashkisë Elbasan. Zoti Kovi. Atëherë, si çdo vit, edhe këtë vit, ne drejtohemi Këshillit Bashkiak për miratimin e tarifës së shitjes. Afropa. Pra, miratimin e tarifës së shitjes së materialit drusor zjarri për nevojat e banorëve të qytetit të Elbasanit, por dhe të rrethinave në afërsi. Për t'i paraprirë saj, Bashkia Elbasan ka kontraktuar shërbimin e prodhimit drurës zjarrit gjatë vitit 2025, është mbyll kjo kontratë. Materiali drusor është depozituar në fushën e përcaktuar nga Bashkia, edhe në sot i drejtohemi Këshillit për miratimin e kësaj tarife. Po ta shikoni edhe në materialin që kemi referuar, është marrë në përcaktimet e këtij çmimi është marrë në konsiderat kosta e prodhimit materialit drusor zjarri nga ngasat pijore deri në fushën e Bashkisë, edhe tarifa e përcaktuar si VKMS 559, që është një tarifë detyrueshme për gjithë përshitjen e materialit drusor. Por dhe një vlerë e vogël për 7 lekë për metër ster, që është vlera që vjen si rezultat i vlerës së vërtetimit transportit që marrin mjetet që transportojnë këtë material drusor. Po ti marrim konsiderat gjitha këto vlera, ne këtu po ta shikoni ka një lapsus, është diku ka rreth 5 lekë do të jetë më pak, pra jo 4.180, po të jetë 4.175 lekë për metër ster, që do ta marrin banorët e Elbasanit pas miratimit në Këshillin Bashkiak. Ne edhe gjatë vitit kaluar, por edhe gjatë i viti, me fjalë Bashkia, nuk ka pas asnjë lloj kufizimi lidhur me furnizimin me drurë zjarri. Pra, çfarë do të them nuk ka pas asnjë kufizim? Nuk ka pas procedura burokratike për pajisje me dokumenta apo diçka tjetër, mjafton vetëm një mandat arktimi pranë fushës depozitimit,
dhe për gjithë mjetët transportuese pastaj që e marrin për ta çuar nga fusha depozitim deri në banesën e tyre, ne pajisim dhe me një vërtetim transporti që është një dokument i cili e përcakton ligji. Ura. Po, atëre pyetja është shumë e drejtë, lidhur në këtë vit çmimi i shitjes drurës zjarreve vitin që kaloi, pra që kemi ratuar në fillim të vitit 2025 ka qenë 4.495 lekë, kurse sot vjen në zbritje. Pra 4.175 lekë, pra ule rreth 2.000 ca lekë për metër. Kjo ka ardhur si rezultat i uljes së kostit të prodhimit, i cili vjen si rezultat i elementeve teknik që ndodhin në terren. Pra çmimi ka ardhur në ulje. Vjen. Pyetje tjetër? Po? Kam një lloj shqetësimi në fakt se mirë është ngrofen me dru zjarri, shumë mirë është, po në një farë mënyrë edhe konfigurimi arkitekturor i qytetit ka evoluar dhe ka ndryshuar. Edhe shtimi i makinave ka bërë ndotje në qytet që e nim gjithë, varim probet në balkon, nuk i marrim më që shiqitëm në lavatriçe, i marrim me erë të keqe. Bashkia, mos kemi një studim i cili na tregon sa konsumohet druni i zjarrit për ngrohje, sa e kanë domosdoshëm se nuk kanë mundësi tjetër, edhe sa e kanë çështje luksi, në mënyrë që ndoshta ky këshill, ndoshta i këshill tjetër, bëj hapi çik më ekologjike dhe të shohim mundësira çik më të pastra. E kam shqetësimin, jo se du me i prish punë këtyre, se po të theme ne i herë, ne kemi traditë dhe mirë bëhet, po ne jetojmë pallate. Unë sot jetojnë katë pestë. Kam në ca tjerë të përqerë. Komshillarët me shpirë për dhejë se shqyqyri zotit nezin dru zjarri, nuk hyet në pallatva, në balkon po jo. Kështu që a ka marrë në nisëm kësaj natyre bashkia që të na sqarojë çik më shumë, a kemi mundësi të rregullojmë diçka në këtë mes, a nuk po them për tash, si e kemi këtë problem, nëse ka mundësi. Këtë herë nëse s'ka mundësi, e trajtojmë në ndryshe herë tjetër, po është interesante mendoj se e nim. Pyetja është mjaft e drejtë dhe interesante, sepse normalisht gjithë jemi interesuar për të pasur një mjedis sa më të pasur, por institucioni që unë jam pjesëtar i drejtorisë së pyetjeve, nuk ka bërë një studim të mirëfill, sepse këtu besoj që duhet përfshin edhe struktura të tjera bashkisë për pasur një studim të saktë edhe mjaft të detajuar, për të pasur pastaj një rezultat i cilin ne duhet ta paraqesim. Ndoshta kjo mbetet për të ardhmen, që për vitin që vjen ne ta marrim konsiderat të kërkesë dhe të kemi si thush një shifër në bazë të cilit pastaj do të planifikojmë masat që marrin në të ardhmen për furnizim me dru zjarri, por dhe masat të tjera në respekt të mbrojtjes së mjedisit. Jo, një gjë duhet ta themi mjaft hapur dhe pak nga përvoja ime që kam në Bashkinë Elbasan gjatë këtyre 10 viteve të fundit, dhe të them të nëse para 2 viteve ne kishim një fenomen të tillë që kërkesa për dru zjarri ishin maksimale. Bilis kemi shkuar deri aty sa ne t'i diferencojmë kërkesat për furnizim me dru zjarri duke si të lehtësuar grupet që janë më të marginalizuar, që janë pensionistet, ato familje që janë me ndihmë ekonomike e tjera. Kurse ç'na ka ndodhur vitin që kaloi dhe këtë vit, pra kërkesat kanë qenë në ulje, pra në ulje do të them gati 50% më pak, dhe kjo na ka bërë dhe ne thash që ne t'i heqim çdo lloj barriere për furnizimin me dru zjarri. Okej, kjo ishte një përgjigje saktë. Pa janë marrë masat, për 2 vjet i ke 50% të druvet që digjen më pak, do të thotë që pa vazhdojmë drejt eliminimit të zjarrit ngrohjes me dru. Hapet votimi. Po, shukart. Projekt vendimi është me të rregullimin me minusat 5 lekë, 50 lekë, sa ishte. Pra, juve ke dosjet e jush e keni relacionin me ata që ishte ke komisioni, kurse këtu është korrigjuar. Hapet votimi.
Mbyllet votimi. 32 pro, abstenojnë 2. Kundra s'ka. Pika 12. Përmiratimin e normave dhe kriterëve për disiplinimin e shpenzimeve për automjetet motorike në administrim të ASHPU-s për vitin 2026. Është diskutuar. Hapet votimi? Jo, prit, kisha diçka për të thënë. Pa fal. Siç e diskutuam edhe në komision, janë disa mjete që duken që nga konsumi i litrave të karburantit është shumë i lartë, siç është ky kamion Benz 45 litra për 100 km, është konsum i lartë, duke e ndërlidhur edhe me fjalën e zotit Ergys që për ndotjen që ngriti shqetësimin nga drut e zjarrit. Edhe kjo është një ndotje pa nevojshme. Unë besoj që bashkia duhet të shikoj kur kalon këto pika të shikoj mjetet në çfarë gjendje i ka, se mund të na dalim me leverdi që me kaq litra sa na konsumon ky mjet, na leverdis më shumë të blejmë një të ri, sa të miratimin për këtë mjet me 45 litra për 100 km që më duket shumë për në kohën ku jetojmë. Shikojeni këtë gjë, sepse është leqë është edhe nga ana financiare shpenzimi i kohët, por dhe nga ana mjedisore një ndotje pa nevojshme. Na bimë lirë që për 1 vit, 2 vjet, duke kursuar lekët e karburantit, ne blejmë mjet të ri. Shikojeni këtë si problematik. Faleminderit. Lutem. Ngjojmë përgjigjen e përfaqësuesit. Përshëndetje. Për sa i përket mjetit kamion, mjeti është një normative transmetuar nga isha SHP-ja, është me të gjithë kushtet standarde, i kualiduar me të gjithë normat e punës, është i vetmi mjet që ne na ndihmon për të kryer transportin e mbetje inerteve, është mjet që përdoret vetëm brenda qytetit dhe prandaj është ajo normativ e provuar me proces verbal e audituar dhe nuk mendoj që është e mbifryr si normativ për sa i përket i mjeti, sepse është me një kapacitet mbajtës 18 ton dhe me një fuqi motorike 18.000 cm3 i vitit 2000. Patjetër është vlerësim shumë i mirë për t'u dhënë ideja e marrjes së një mjeti të ri, por për momentin është i vetmi kamion që institucioni zotëron për kryen e kësaj pune. Okej. Ka një gjë tjetër? Hapet votimi? Mbyllet votimi? 27 pro, abstenim 5, kundra 2. Kalojmë ke pika 13. Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për projektin transformimi ligjor dhe regulator për eficiencën e përmirësimit të energjisë. Duhet shpjegu? Po. Kristina shkurt sakt. Se me marrë gjira jo. Atëherë, përshëndetje, pjesa e matshmërisë në kohë ka të bëjë me dokumentacionin e plotë që ju keni në dosjen e aplikimit. Projekti konsiston në një grant përfituar nga Bashkia e Elbasanit në kuadër të një aplikimi të bërë nga Bashkia e Elbasan drejt thirrjes hapur nga OSF Western Balkan. Është një projekt i cili pa diskutim Bashkia e Elbasanit do të ketë në dukshmëri përmirësimin e kuadrit ligjor për çështjet e eficiencës së energjisë. Është një fazë e dytë e projektit fituar nga Bashkia e Elbasanit për 7 shkolla të fituara më parë, para 2 vitesh, në të cilat është investuar në këto shkolla për instalimin e paneleve diellore. Është konstatuar nga Qendra Ekonomike e Arsimit dhe nga ekspertët lokal që ka teprisje të energjisë, për të cilën realisht njësitë e veçëverisë vendore ka një vakum ligjor për pjesën e kthimit të kësaj teprise në investime dhe duke marrë spunt të pikërisht nga analiza, kemi aplikuar në këtë projekt i cili do të konsistojë në ngritjen e një komiteti
i cili do të merret me çështjet ligjore, të vakumit ligjor, në aspektin e problematikave që hasin sot njësiteve të qeverisjes vendore, dhe në analizat financiare se si ky investim i bërë më parë, që sot realisht është kosto për shkak se teprica e energjisë nuk kthehet në investim, do të mund të lobohet nga pushteti vendor, nga njësia e qeverisjes vendore, drejt pushtetit qendror dhe përmirësimit të kuadrit ligjor. Të gjithë mekanizmin e ciklit të procesit, i cili zgjat për 12 muaj, e keni të elaboruar në plane konkrete aktivitetesh. Bashkia e Elbasanit ka 0 bashkëfinancim, e vetmja gjë është TVSH-ja, për cilën realisht thirrjet e hapura nga donacionet nuk mbulojnë TVSH-n, por për cilën bashkia do të drejtohet SASPAK-ut dhe pjesa e TVSH-s do të mbulohet nga Agjencia Përkatëse dhe realisht bashkia do të ketë një vlerë të shtuar që është pikërisht ekspertiza dhe ngritja e kapaciteteve për strukturat e bashkisë në mënyrë që këtë le të themi studim fizibiliteti për çështjet e eficiencës së energjisë në 7 shkollat e pilotuara më parë nga projekti OSF-AS Western Balkan të kthehet në një investim në qëndrueshmëri dhe vlerësim të ardhurash për institucione dhe një lobim, si një mekanizëm i cili duhet të unifikohet për gjithë njësitë e tjera të qeverisjes vendore me kuadre ligjore të përmirësuara. Nëse ka pyetje, fondi total është 59.900 euro, të cilën e keni të elaboruar në planin e buxhetit të planit masave që do të ketë konkretisht në zbatim projekti për gjatë 12 viteve të zbatimit të tij. Çfarë do të bëhet për zbatimin e projektit, cilat janë detyrimet që ka njësia e qeverisjes vendore nga njëra anë dhe fondi total 59.900 euro, që është fondi total i cili do të ekzekutohet për implementimin e projektit. Vetë projekti do të ketë ekspertizë teknike, ekspertizë ligjore, ekspertizë financiare në aspektin e teprisës së energjisë për këto 7 shkollat, të cilat realisht janë 7 shkollat që janë pilotuar nga implementimi i një projekti të 2 viteve të mëparë, ku është konstatuar që kanë teprisë energjie, po teprisa e energjisë për shkak të vakumit ligjor, mbetet kosto dhe jo investim. Po, patjetër. Edhe 7 shkollat t'i japun. Jo, bëhet fjalë për Bashkinë e Elbasanit, nuk bëhet fjalë për qarkun. Jemi bashki dhe kemi aplikuar si bashki. Po, patjetër. Po, në qytete dhe njësi administrative. Keni Jorgji Dilon, Suleman Rancin, Shkolla Europa, Luiz Gurakuqi, Ptolemet Xhuvani, Abdyl Paralloj. Tani janë të 7 shkolla për cilat është përfituar fondi nga OSF-a e Western Balkan nga implementimi i 2 viteve më parë, po patjetër, dhe tani do bëhet kthimi i këtij investimi në një investim të qëndrueshëm, për shkak se teprisa e energjisë në këto 7 shkolla nuk kthehet në investim, por është kosto sepse bashkitë, njësitë e qeverisjes vendore, për shkak të vakumit ligjor nuk mund ta kthejnë në investim këtë teprisë energjie, sidomos gjatë 3 muajve të verës, ku shkollat janë të mbyllura dhe realisht atëherë ka dhe teprisë më shumë, por që mbetet humbje për shkak se nuk mund të ndërhyjnë për shkak të vakumit ligjor që kanë dhe pamundësisë njësitë e qeverisjes vendore. Faleminderit, Kristina. Hapet votimi? Fal. Kristina. Bëhet fjalë për shkollat. Shkollat ku tek ato shkolla që ka pas partneritet dhe suport nga donatori, nga OSF Western Balkan, nga një fazë më parshme të zbatuar nga pikërisht ky donator. Sepse donatori ka qëndrueshmërinë e investimit dhe qëndrueshmëria e investimit është se si ti sot do ta marrësh të qëndrueshëm për ta kthyer këtë teprisë energjie në investim. Normalisht vakumi ligjor nuk i lejon njësitë e qeverisjes vendore. Atëherë nëpërmjet këtij mekanizmi që është Komiteti i Eficiencës së Energjisë, kjo ekspertizë të kthehet në një manual standard në nivel kombëtar duke lobuar pranë pushtetit qendror për përmirësimin e bazës ligjore në mënyrë që njësitë të kenë akses për ta futur në gjenerim të ardhurash. Nëse ne stimulojmë nëpërmjet projektit vënien e këtyre paneleve dhe te shtëpiat private, atëherë ato janë më të interesuar të ngrohen me kondicionerë sa me dru. Edhe jep një lloj zgjidhje për atë që ngriti Ergysi, zoti Muzhaqi. Për këtë po të pyes. Domethënë, kjo është një fazë. E marrë vesh, unë them ku është perspektiva, do kaloj për më tutje apo
Po patjetër. Po. Faleminderit. Okej, për të kuptuar më mirë dhe për të qenë qartë, Kristina e sqaroi shumë mirë këtë aspekt, por faktikisht kemi boshllëk ligjor për sa i përket sistemit dhe shfrytëzimit të energjisë dhe transmetimit të energjisë nga panelet fotovoltaike. Pra, ky grup që do ngrihet do të advokojë në sistem lokal dhe në sistem qendror për të zgjidhur këto boshllëqet ligjore dhe të bën sa më eficiente funksionimi i paneleve fotovoltaike. Pra, e ndihmon shumë procesin, edhe në godina tjera, nuk do shërbej vetëm për këto godina, po do jetë një relacion pasaj që do të mbuloj, do të advokoj në sistem qendror dhe lokal për të zgjidhur këto boshllëqe ligjore. Dhe do krijohet sigurisht një platformë në sistem për të bërë një matje të saktë të gjenerimit të energjisë nga panelet fotovoltaike. Faleminderit. Hapet votimi? Po. Kërkoj shumë dijes në kryetar zot Asim Shula që nuk e kam parë materialin deri në fund, por sa do të jetë fondi, këtu bëhet fjalë për një projekt që ne do të aplikojmë apo jo? Kjo është projekti fituar. Sa kemi fituar ne si projektu? Atëre, është aplikuar, është fituar projekti, bëhet fjalë për të lidhur marrëveshjen. Pra, lidhet marrëveshja në parim, edhe projekti financohet nga donatorë e gjithë, nuk ka bashkëfinancim nga bashkia për këtë pjesë. Po. Dhe kjo i shkon në Bashkisë Elbasan? Po, sigurisht. Okej. Pra do të kemi shkolla më të ngrohta. Do të... Atëre... Faleminderit. Indicia, nëse kuptojmë, indicia janë 7 shkolla. Pra, duke qenë që ka dalë një problem, një vakum ligjor. Pra, ne jemi një hap më pranë Evropës. Hapet votimi? Ikën dritat. Sa folën për dritat, ikën dritat. Mbyllet votimi? 35 pro, abstenim 0, kundrat 0. Kalojmë ke pika 14. Për miratimin e ekipe sportive dhe trajnerëve përkatës për vitin 2026, kush po. Është e nevojshme një shpjegim? Po. Atëherë, në lidhje me materialin që keni përballë, është një material që neve e bëjmë për vit, vetëm ndryshojmë atë vitin, është konform ligjit. Përsa i përket pyetjes tuaj, shpresa për shembull tek voleybolli apo ndonjë ekip tjetër e basketbollit, ka dhe ke voleybolli, ka dhe tek harku. Neve kemi vënë këtu numrin e trajnerëve dhe sportistëve të cilët trajtohen. Pra nuk do të thotë që kemi ekip me trajnerë pa sportistë. Normalisht sportistët ndahen në 2 kategori, profesionistë dhe amatorë. Profesionistët paguhen, amatorët nuk paguhen. Madje amatorët mund të ketë rezultat më të lartë se profesionistët, vetëm se paguhet, kjo i dallon. Por dhe këta, askush nga këta këtu nuk quhet profesionist, sepse trajtimi është trajtim ushqimor, nuk është kontratë, pa është dietë, nuk është pag. Askush nuk quhet fare. Pra, aty nuk do të thotë që nuk ka të rinj apo nuk ka shpresa, por aty
sepse neve kemi me qindra, por këta që mbulon bashkia mbështet me trajtim. Nëse do kishte një mencë për shembull, po ja japi në vlerë të asaj, kjo është ideja, në vlerë monetare. Kjo në... Po... Faleminderit. Atëherë, unë nuk do futem me këto shifra që na paraqit këtu, nëse drejtoria ka sjellë këto shifra, do t'i meritoj, do të thonë kam votën time pro, por kam një shqetësim tjetër. Në farë mënyrë i para përjo dhe pika paneleve diellore këtë shqetësimi që kam. Janë ca shifra këtu, kaq trajner, kaq sportist, qysh edhe vetë drejtori që nuk ka profesionist, po ka amator. Këto janë shifra që tregojnë për nivel të ulët sportit në Bashkinë e Elbasanit, në klubin Shumë Sportës. Ne kemi pas shembuj të mirë, por kemi pas edhe shembuj katastrofik. Shembulli i mirë më duket se është ekipi i futbollit, i cili u nis nga zero, u gjetën njerëzit, burimet, financat e tjera, dhe sot është mos gaboj në kategori superiore edhe lumë për kampion, nuk e ndjek mirë. Shembull shumë i mirë. Shembulli katastrofik mësane, që e kam shpreh mbledhjen e kaluar para 2 mbledhjesh, ku ishte kryetari Llatja, qysh i lam net na ikë Enkeleda Carja me Englantinën që e keni pasë kolege këtu, antar e Këshillit. Pra, se Brisha Mirandi vetë është mjeshtër edhe trajner edhe kampion i karates, edhe familjarisht është investuar në karate me shumë sukses. Megjithatë, duhet pranojmë që karateja nuk është një nga sportet që tërheqin shumë vëmendje publike apo shumë investime nga biletat e nga këto. Kurse peshngritja është një sport që tërheq, apo në sport tjetër që ne kemi mundësi edhe të shfaqim vlerat e sportistëve tanë, edhe të tërheqim interes kombëtar dhe ndërkombëtar. Që do të thotë, pse për këto sportet e spikatura, siç është përsërisë edhe herë tjetër rasti i Enkeledës, që ka dalë kampione bote me thyrë rekordesh botërore që 17 vjeç, edhe na ka marrë të uta, pse nuk i gjejmë dot neve këto financimet? Nëse është i shqetësim, siç kam folë me Backën, dhe thotë që kemi ngërç ligjor që na pengon të pranojmë sponsorizime. Nuk e di tash se nuk e kam shqyrtuar me vëmendje këtë, po e para, nëse u te kalu ky ngërç për çështjen e Akademisë Futbollit të Elbasanit, te kalohet në përpeshngritjen, e para. E dyta, nëse u dash ka bëj betejë ligjore, unë i pare, nuk e di është para apo e mendimin e tjerëve këtu, na sillni çdo lloj propozimi që i takon Këshillit Bashkiak, konkret fare për Enkeledën, edhe Englantinën, janë dyshën shumë të suksesshme. Ti marrim, ti kemi në Elbasan, ti promovojmë, ti mbështesim si tjetë. Bëjmë i gjatë, domethënë, si Këshilli Bashkiak, se unë sikur nuk s'më rëshqet poshtë kjo që na ka ika e goca, që 16 vjeç e morën tjerët, e në 17 vjeç bat kampion e bote, kot. E prodhojmë ne, e shfrytëzojnë tjerët, edhe prestigjin edhe benefitet që vijnë për kësaj, për ku diun, për i rroga, për ku diun çfarë. Pastaj gjatë dursi rrogën ta gjejmë ne. Dakor. Për sportistën Enkeleda Carja, ajo ka ikë nga Bashkia e Elbasanit për 60.000 lekë të reja, që është vendimi i Këshillit të Ministrave, e cila detyron njësinë e qeverisjes vendore praktikisht Bashkinë e Elbasan, ka dalë vullnetare Bashkia e Durrësit dhe ka marrë një kampione bote për 60.000 lekë në muaj, që është trajtim ushqimor. Shqetësim me cilin unë e kam dalë për diko tjetër me zotin nënkryetar, Bashkia e Elbasanit refuzon ta paguajë këto 60.000 lekë në muaj, që ta dinë të gjithë. Pavarësisht se e ka detyrim ligjor. Po jo, ka dhe kampione të tjera. Ke kampione ballkanike, ping-pong, është një vajzë 10 vjeçare, janë 2 motra. Kampione Europe. Edhe Mirandi vet ka 6-7 kampion. Po tërheq shumë peshngritjet, pak të cilën Këshilli Bashkiak, ç'e duhet miratojmë, mendoj që do ta miratojmë. Është detyrim ligjor, s'kemi ne ç'a miratojmë, është vendimi i Këshillit të Ministrave. Është e shkruar zez mbi të bardhë. Si që qëmë? Mund ta ngjojmë një sekond. Kibe. Atëherë. Mos e kalojmë për... Lutem. Ju lutem, lini debatë me një tjetrin.
Atëherë, shqetësimin e kemi përbashkët, neve na ka dhënë më shumë kur është larguar Enkileda, por ajo që desha thosha unë është se unë ju falenderoj për sa i përket që në sillni gjithçka, do ta miratojmë unanimisht. Shumë falenderit për mbështetjen, por ajo që desha të prekja, cekja është se Elbasani nuk është, me këtë materialin këtu, me këto shifrat këtu, nuk është tregues që është në nivel të ulët sportiv. Për sa i përket ekipeve sportive, domethënë gjitha sportet individuale, për ashtu volejboll, basketboll, se edhe handball është kampion kombëtar, karate, peshngritje, alpinizëm, ciklizëm, ping-pong, atletik, judo, qitje, radioamaterizëm, boks, not, hark, ne jemi kampion. Jemi kampion. I ke gjithë trajnerë kombëtare. Pra, kjo nuk tregon që është niveli i ulët i sportit në Elbasan. Ajo që kemi diskutuar bashkë ka qenë ligji i sponsorizimit që po vonohet, po diskutohet aty më radhë, që se ka ndorë fare bashkia, kurse në lidhje prapë me jo, kisha lidhje me parlamentin, kurse ajo që desha thosha unë, po tek sporti, tek puna e klubit shumë sportesh, neve, aq emër të mirë kemi bërë në Shqipëri, saqë po na kërkojnë nga Durrësi, se Durrësi tash është në shkrirje. Kanë vajt në përspak këta apo Tiranës këta shefat nga që kanë dhënë këto, kanë bërë këto gjëra kështu, domethënë kanë përfunduar atje. Ju lutem, jo, tash të lutem. Pra ideja është kjo. Vetëm që të flas pak. Nga Durrësi, po atlet na kërkojnë neve, kampion fuqi të vinë, kanë treguar për ekipin e Elbasan, qitja të vi, këtu kampion fuqi. Vetëm na pranoni thotë, në ping-pongu gjithashtu, dëndi nga Kosova, në Greqia, në Gjermania, nga Durrësi kërkon kjo atletja. Pra, niveli i sportit shumë i lartë, po bën nga vetëm këtë vit do bëhet Ballkaniku i judos në Elbasan, Evropiani i peshngritjes në Elbasan. Parasi se peshngritja ju tha të rrejsh më shumë, nuk e di çfarë të rrejsh më shumë. Tifoza nuk të rrejsh më shumë se karateja. Se janë filma në aksion që të kpusin, po të vish pallat sportit karate s'ke vën ku tulish, peshngritja s'gjen dot. Okej. Hap. Po tjetër. Ti thu të ikis pak. Okej. Hapet votimi. Është hapur votimi, ha? Mbyllet votimi. 38 pro, abstenim 0, kundra 1. Faleminderit. Pika 15 për miratimin e kodit sjelljes 2025-s të ndryshuar. A ditën komisioni e diskutuam, por nuk e di çfarë do. Materialet e kanë gocat si dush, unë besoj që materialet e kanë. Kanë një gjë aty lidhur me këtë. Disa pika, sepse kjo u miratuar në parë, kishin ca ndryshime që dushin ndryshuar, janë ndryshuar 5-6 pika. Prandaj. Të nderuar antar të Këshillit Bashkiak, ndjes, mundem. Thjesht kërkohet shfuqizimi i kodit sjelljes që është miratuar me numër VKB 105 datës 3/9/2025. Janë rishikuar disa nene, riformulimi të cilave është bërë me kërkesë po të antarëve të grupit që e kanë hartuar atë, dhe ju lutem të miratohet kodi sjelljes administratës së Bashkisë Elbasan, me ndryshime që ju i keni në relacionin përkatës. Shkurt, ju lutem. Hapet votimi. Po, lutem. Si? Ishte ezauruese në komision, po duke lexuar në shtëpi më kapës. Hap votimi dhe është mi. Mi pra të është një pikë që duhet të sqarohemi. Ka të bëjë me komunikimin me media, nenet e ndryshuara. Riformulim duke qartësuar se vetëm zyrtarët e autorizuar komunikojnë në emër të institucionit. Mund të jesh më specifike kush është që do autorizojë nga institucioni dhe
Se duket si një Atëherë, në Bashkinë e Elbasan është një sektor përkatës për marrëdhëniet me publikun, e cila ndodhe edhe ku është i përfshirë dhe sektori medjave. Dhe është shumë e mirë që çdo pyetje që ne na vjen nga jashtë në marrëdhënie me institucionet e jashtme, kryesisht nga media, kërkon një konsultim dhe një riorganizim, qëndërzim të informacionit që del nga bashkia. Kjo po patjetër që do jetë në nivel kryetari ose nën kryetari të linjës përkatëse. Nën kryetari i linjës përkatëse, meqense sektori ndodhet pranë drejtorisë të teknologjisë dhe medjave, dhe është sektori me emërtimin marrëdhënie me publikun, patjetër që do ketë dhe hierarkim përkatëse për të deleguar çdo. Shiko. Shiko, informacioni do jetë në lidhje me çdo gjë që përfshin bashkia, kështu që shfuqizot kodi i sjelljes që ne kemi miratuar në 2025 dhe vjen në fuqi ky kod, po. Okay, se kam. Patjetër. E kisha në lidhje me nën kryetarin e linjës. Administrata, jo e gjitha ka të drejtë të bëj dalje publike dhe të flasin në emër të administratës. Këto janë disa te ka janë ka hallve të gjithë. Hapet votimi. Ju lutem, hapet votimi. Unë elektronika nuk e merr ata shfuqizim, sepse është shkruar kështu dhe e ka të hedhur aty. Po aty dhe jemi, s'ka dhe ikrit. A le ta shkruajnë, këta që kanë sektori i këtyne, le ta zbardhin, ta shkruajnë. Mbyllet votimi. Pro 28, 4 kundra. Jo, 4 abstenim. Kalojmë ke pika e fundit, për miratimin e përdërimit të një pjesë të fondit të mbrojtjes civile për vitin 2026 për kryerjen e investimeve të parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese në njësitë administrative, Tregan, Djegjen, Shushish dhe Labinot Fush për riparimin e disa dëmtime që është krijuar nga shiret e ditëve të fundit. Po zotis. Fatikisht gjatë ditëve të para të muajit janar, Bashkia Elbasan dhe territori ynë më tepër probleme ka pas nga rreshtet e Shiut dhe sesa nga rreshtet e Dëborës. Me drejtorinë e mbrojtjes civile kemi evidentuar në terren disa rrëshqitje dheu që janë problematike, jo vetëm problematike për moskalimin e rrugës, por problematike edhe për banesat që rrezikohen nga këto shemje dhe rrëshqitjet e dheut. Për këtë arsye, Drejtoria e Mbrojtjes Civile ka hartuar dokumentacionin e nevojshëm bashkëpunim me Agjencinë e Shërbimeve Publike Rurale për të ardhur në ndihmë dhe për të riparuar sa më shpejt këto dëme të shkaktuar nga rrjedhët e shiut. Pra bëhet fjalë për një fond ke 5.350.000 lekë që i kalon dispozicion të Agjencisë e Shërbimeve Publike Rurale për të zgjidhur sa më shpejt këto problematika që mund të rëndohen nëse zgjaten më shumë ose mund të krijojnë probleme më të mëdha nga rrëshqitjet e shkaktuara. Ka një gjë për sqarim? Hapet votimi. Mbyllet votimi. 33 pro, 0 abstenim, 0 kundra. Tere këtë ndryshme se besoj që kemi sot, si që thash, mërëna datës 10 do të keni një njoftim të cilën do të jemi në një takim enkas për ujësjelsin dhe një çështje tjetër. Faleminderit gjithë
Edhe ju uroj shëndet dhe punë të mbarë.